Teksa vendi po përballet me temperatura përvoluese, rritet njëkohësisht edhe rreziku për goditjet nga dielli. Dhimbjet e kokës, luhatjet e temperaturës në organizëm, por edhe goditjet në tru mund të jenë më të shpeshtat sipas specialistëve. Goditjet nga të nxehtit shoqërohen me disa simptoma shumë të shpeshta, siç janë dhimbjet e kokës, marrjet e mendve, ndonjëherë shoqërohen edhe me rritje temperaturave të vetë organizmit në një matje rëndom që mund të kryejë qytetari, me nauze, me të vjedha, por nga ana tjetër me rritje të shifrave të presionit arterial, rritet shumë sëmundshmëria e problemeve të goditjes në tru, goditjes së sistemit nervor qendror, njëkohësisht ataket kardiake, por edhe dëmtimi i funksionit të veshkave si pasojë e dehidrimit. Për shkak të vapës së madhe, organizmi i njeriut humbet edhe mjaft element të rëndësishëm vital, siç janë edhe elektrolitet. Kontakti me temperatura të larta me rrezatimin diellor shoqërohet me djersitje të shtuar, me humbjen e lëngjeve të organizmit ton. Përveç ujit, në organizmin ton humbasin njëkohësisht edhe elektrolitet që janë shumë të rëndësishëm për mirë funksionimin e organizmit ton. Në këto ditë përvoluese, specialistët rekomandojnë konsumim të lëngjeve sa më të freskëta, fruta perime dhe pa diskutim, kur të dilin nga shtëpia, me patjetër duhet një shishe ujë me vete. Mik i pandashëm duhet të jetë patjetër ujë, të mos frekuentohen ambientet e jashtme, sidomos në një fash orari ku dhe rrezatimi është më i fuqishëm, temperaturat janë më të larta, dhe duhet të kemi një kujdes të shtuar në produktet që konsumojmë përgjatë kësaj periudhe për sigurinë ushqimore në mënyrë që të mos kontaminohen. Specialistët rekomandojnë ndër të tjera edhe kujdes sa i përket temperaturave të ajrit të kondicionuar gjatë kësaj periudhe, të cilat duhet të jenë në vlerat 22 deri në 26 gradë në ambiente të brendshme.